Në podcastin e tij flasim gjatë rubrikës Shënimet e javës, kryeministri Rama u ndal edhe tek dy çështje të tjera. Ai e përkufizoi këtë si një vit kthese për pensionet. Tani më e kemi nisur kthesën. Sipas kategorive përkatëse, pensionistët që prej këtij janari përfitojnë një rritje e cila çdo janar do të dyfishohet. Pra janarin e ardhshëm do të marrin 2 fishin e shtesës këtij janari. Janarin pas tij 3 fishin e shtesës këtij janari. Pastaj 4 fishin e këtij janari dhe në Shqipëri në 2030 do të ndalet ky progresion tek 5 fishimi i shtesës së mirë së ardhur të janarit të këtij viti, pra të këtij viti. Kjo kthesë është një çlirim i madh për mua. U deshën vite reformash. U desh një përpjekje e madhe për rritje ekonomike. U desh një përmirësim rrënjësor në mbledhjen dhe administrimin e të ardhurave. U desh shumë çka që të vinim në pikën ku një Shqipëri tjetër, nga ajo 10 vite më parë, të bëhet vendi i rritjes pensioneve pa minuar themelet e stabilitetit financiar të shtëpisë sonë përbashkë. Rama foli edhe për pjesëmarrje në samitin e koalicionit të vullnet mirëve për Ukrainën, mbajtur në Paris. Kjo javë nisi me pjesëmarrje në samitin e koalicionit të vullnet mirëve për Ukrainën, thirrur nga presidenti Emmanuel Macron në pallatin Elizes, ku kisha nderin të isha edhe unë ndër të ftuarit për të përfaqësuar Shqipërinë. Në tërësi takimi shërbeu për të bërë një bilanc të gjithë përpjekjeve të njësimit pozicionit dhe të koordinimit të forcave e të ndarjes detyrave mes Shtetet Bashkuara, koalicionit të vullnetmirëve dhe Ukrainës. Por gjatë qëndrimit tim në Paris, u takova dhe me ministrin e drejtësisë francez, me cilin diskutuam mbi pjesëmarrjen e partnerëve francez në grupin e reflektimit që kemi nisur për problematikat e politikës penale në Shqipëri, si dhe mbi konsolidimin e draftit të ri të kodit penal në harmoni të plot me standardet dhe praktikat më të mira europiane. Siç e kam thënë, na duhet një reflektim i madh, serioz dhe larg pamës mbi politikën penale në Shqipëri, sepse duhet adresojmë problematika të mprehta, por njëkohësisht të mbrojmë pavarësinë, të nxisim pansin dhe të rrisim cilësinë e drejtësisë në këtë vend.